Me urdhër të prokurisë së posaçme është zhvilluar një operacion antidrog i shtrirë në Tiranë dhe në qytete të tjera të vendit në kuadër të një hetimi për një grup të strukturuar kriminal me aktivitet ndërkombëtar. Me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, janë lëshuar 11 masa sigurie të kërkuara nga prokurori i çështjes Alfred Sheu, mes personave ndaj të cilëve është vendosur mas sigurie figuron dhe Jetmir Pepa, i njohur edhe me emrin Marashi. Për Pepën nuk konfirmohet ende nëse masa e sigurisë është ekzekutuar pasi operacioni vijon dhe kontrollet janë ende në zhvillim. Ai është një emër i njohur për autoritetet pasi në janar 2025 u shpall në kërkim pasi dyshohet se ka qelluar me armë zjarri gjatë një koncerti festiv në Parkun Olimpik të Tiranës. Sipas njoftimit zyrtar të SPAK-ut, në kuadër të këtij hetimi janë sekuestruar rreth 2 milionë euro pasuri të ndryshme, përfshirë persona dhe asete të dyshuara si të përfituara nga aktivitetet kriminale. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se grupi dyshuar kriminal ka trafikuar në disa episode rreth 7.5 ton kokainë nga Amerika Latine drejt vendeve të Europës duke përdorur rrjetet e organizuara shpërndarje ndërkombëtare. Operacioni vijon ndërsa autoritetet pritet të dalin me detajet më tejshme mbi ekzekutimin e masave të sigurisë dhe rezultatet e plota të aksionit.